Sot kur flasim për motivimin, kur flasim për gjërat e bukura të rrjeteve sociale, që mundohemi të nxjerrim ato gjërat pozitive që i sillen rrjetet sociale, un kam përzgjedhur të ftoj në studio sot një ndër përmbajtësit apo kreatorët content creators, i cili me të vërtet gjithë se do doja, me të vërtet old school që jam. Po, bën dallimin drejtro, është më i veçantë sepse mundohet që nëpërmjet rrjeteve sociale ti motivon, të flas për meditimin, të flas për disiplinën, mi përmbytet gjithatë të flas edhe për gjërat pozitive që ne mund t'i krijojmë dhe me disciplinë mund ta përmirësojmë veten. Po për të gjitha gjërat të bisedojmë pak më afër dhe të njoftohemi pak më shumë, edhe pse në rrjetet sociale njihet si Young Baci, sot me ne në studio kemi Ardian Latifin, i cili vjen nga Gjermania, mirë po më ardhe nga Kosova, mirë po sot në Shkop, i ka bashku trojet. Ardian, mirë mëngjesit dhe mirë se erdhe në emisionin tonë të mëngjesit. Mirë se gjeta, faleminderit për këtë prezantim kaq pozitiv dhe kaq të mirë dhe për energjinë që dhe ne përderisa kemi të bëjmë, siç e shpjegoi edhe Valbona, me një njerëz i cili mundohet që të kërkon gjithmonë dritë në fund të tunelit, edhe në momentet më të vështira mundohet që të gjejmë me pozitivitet, ne konkretisht do ta trajtojmë edhe temën. Unë do doja fillimisht të ndalemi në temën të cilën e kemi shpallur për ditën e sotme, dhe tema është rrjetet sociale që po i përdorim sepse të gjithë si shoqëri jemi të ndikuar në ta. Pra, i përdorim si tempull për pozitivitet apo i përdorim si kazan nervash. Si e mendon ti? Na tretin kështu në rrjetet sociale, shumica e njerëzve, ndikimi i shoqërisë, si e mendojnë? Pikërisht si përdor rrjetet sociale. Unë për veti i përdori pozitivisht, domethënë më shpërnda sa më sene pozitiv që mund të mësu njerëz për ty ose na jetojnë në kohë ku negativi ju në çet kohë po zakonisht gjithmonë në televizore, në radio, kudo që shkon në internet negativi shumë më shumë polarizon si pozitivi. Edhe tash janë njerëz të gatshëm me shpërndo me qëllim se në negativ për me arri një lloj qëllimi me bë famës me arri atë. Domethënë ka njerëz të tillë, me sa e kuptova, që nëpërmjet negativitetit, duke sulmuar diko pozitiv, për të arritur në një famë ku dëshiron ai, ha? Sidomos të na shqiptarët. Shifrat janë më të rëndësishme se sa kontenti që te prodhon. Unë mendoj kështu të paktën që ndodh në rrjetet tona sociale. Shqetësuese është kjo. Është shqetësuese, mirë po ndonjëherë është edhe shumë e vështirë të jesh një content creator dhe të mundohesh që gjithmonë të flasësh pozitivisht. Ku e merr pozitivitetin, Ardiani? Qysh janë mëngjeset tua? Qysh zgjohesh? Ndonjëherë edhe na sa kemi ditën, bre, qysh edhe na vjen gjithçka në majë të hundës. Është e vërtetë se puna është kështu që as unë nuk jem gjithë 24 orë pozitiv, edhe nëse i përcjell pak videot, më në shet që ka herë ndo video fuli ma me energji, ka herë ma pak energji, po nëse jam qatë ndjenje që po kam rrejtjen vetin, nuk bëj video heq. Pse më shpërndo për shembull negativitetin ma shumë në rrjetet sociale? Mendon se rrezaton ajo? Absolut, po. Absolut, se gjithkush është një, gjithkush i ka ato të këqijat, të mirat, ato se unë s'jam kon gjithmonë kështu. Kur ja kam nisë më marr me vetveten, ka ndryshuar shumë gjërat, se jam kon pak më impulsiv, kom reagu shumë shpejt, nuk kam kanë interesuar. Si fitil shkurt themi ne. Fitil shkurt, edhe kur e kom pa që më shënoj njerëz, je ka motivon, e kom pa që çaj është drejtimi që du më shku. Do të na thuash tash, sigurisht do të na thuash në një rast specifik se ku ishte ajo shkëmbia jote që e bëri atë kthesën e madhe në jetë. Me siguri ka patur, me që thua kam qenë impulsiv. Ka qenë ai moment në Gjermani, je i lindur në Gjermani, mos gabohem, po jeton, po vjen shpesh edhe në Kosovë. Unë të përgëzoj për gjuhën shqipe që e flet shumë bukur, të përgëzoj për këtë, që se ka harruar gjuhën anëtare, shumë mirë, dhe nuk as theksi nuk ma jep të Gjermanit, dhe unë e përgëzoj për këtë, dhe jam shumë krenar me njerëzit që e mbajnë këtë dëshirën dhe nuk e harrojnë gjuhën, sepse kemi gjuhë shumë të shenjtë. Shumë faleminderit. Dhe më thuaj, me siguri e rritur me gjermanët, si thonë. I kemi patriot, shumë patriot të marë. Edhe, ku e përmendem edhe këtë tash mundohemi të bëjmë lidhjen, edhe kjo fytyr shkurti, si gjithë shqiptarët. Çfarë ishte ajo shkëndia jote, një xhis që tha, jo, nuk do merrem më kështu, po do bëj një kahje tjetër timonit? Janë dy pika kryesore. Është një pikë që ka ndodhur në jetën time për cilën nuk foli publikisht, edhe ku më thonë, okay, do të më ndryshu diçka në jetën time, edhe qëllimi parë kon me arri optikën e trupit tem, me arri fiziken maksimale. Po du me pas që trup potencialin, veç optike nuk konë. Po taj tu ushtru, tu mirë me sport, tu mirë me vetë e kom pa potencialin, dikur edhe kom thonë, hej, estetika nuk është gjithçka, po është shnetën që e përfiton, se nëse se ki jetën që jeton qëndetshëm,
Nuk Qisore, mundesh me po. ditë qysh është me jetu, po edhe me pas jetën e shëndet. Nëse ti për shembull 10 vjet ushqesh keq, nuk bën sport, hiç smiresh me vetveten, ti harron komplet qysh është mund je mirë kur të miresh me vetveten. Dhe ke arriti këtë delir për ta përjetuar? E kom arrit, po ta e kom po që aspekti estetikës është pika Veç 3 e bonus. 2, veç bonus, po nuk është shneta është. Rrugët tona, me sa e kuptova, është e gabueshme. Po. Se ne i japim prioritet estetikës fillimisht, kur mund të jetë ajo diçka sekondare ose terciale. Por ka 100%. diçka tjetër të cilën duhet fokusohemi, duhet Mendje. tek truri, ja? Po, se që aty e sheh potencialin, se nëse kom ditë për shembull, kom bë pull-ups, më ngrihen heker nalt. Kur i kom bë dikur në fillim as dy s'kom mujt mi bë çfarë shkoti i bëj 30 pa nol, edhe tham wow, se kom ditë që kam këtë lloj potenciali. Edhe çat të thënë kom dosh mi shpërndosi domos të na shqiptarët, se të na shqiptarët mungon kultura e sportit. Mungon se nuk e din se çka përfitojnë, se shumë rrinë në telefona, shumë kina krahazime, binë në depresion. Pse ai ka më shumë se unë, pse ky lakmia nuk e din ç'a bën njëri mas kamere për shembull për me arrit çat qëllim. E taj tu postu video të në fillim se kom pas për diçka, or dikur një vakt, s'kom pas ndjek sa shumë, kom pa qenu një djallë, ma pa të bo spam, dhe me thonë, shëna. Ha, insiston të dikush tjetër që të... Do i keme di diçka për mi, edhe i thash, vlo, mos më bë spam, se në me marrësha shumë mesazhe, edhe i thesha, po, s'mu ja u kthej tonë, dhe tha, unë i bëj qëtu shtrime vlo, tha, a jem të bo na i sen? I thash, unë ti të bo ma shumë se 90% njerëzve. Edhe taj më këthy ai në qatë, tha po se jem të duash me mytë veten, tha po, Pas depresion, ja. shumë depresion, tha se jem shumë i trash në bipesh 120 kila, 70, 1 metër e 79, as diso, shumë më kanë bipesh. Edhe tha, veç po du me ditë për teje se ti shoh videot e po du me ditë a jem të bo diçka. Edhe thash ti të bo, ta ja nisa me shënu deri në 3 notë, kisha më qumë 5 Do të atëre. thënë, u morëm konkretisht me atë për ta lehtësuar, për ta... Me lecu, po, se ish bravo. njëri në depresion. Edhe tha në fund, adin çka po ta dho fjalën ku me arrit qëllimin mi hub çto killa, tha. Veç për ty, thash për mua mos e bën mas pore për veti. E që aty orë një farë lloj lumturie që se kom përjetu një jetën teme, kor se kom përjetu, që Shpëtove dikë. shpëtuva dikon Ishte shpresë për Po, dikon. është më ka kop në farloj se unë jam kon rrot në krevet, kisha më që herët, po abet ju kushtuva rëndësi, thash okej, që me 2 orë që ju kom kushtu rëndësi, as nuk kom investu as kur gjë, nashta e kom shtu njërin me myt vetveten. Edhe më ka kop në farloj lumturie, domethënë ka ndjenje, nuk është që për thëm, po është një lloj ndjenje që kom thonë, okej, se kom përjetu kur ashtu, edhe po du me që kjo është drejtimi jam. A ki kontakt ala ma djalin? Jo. Jo? Kurs më ka shënu më, nuk e di qa ka qysh. Ndoshta shkoa me pyetën se a ka arrit qëllimin e vet, a është apo ndjet më mirë. Se ndoshta me të vërtetë ke qenë shpresë për dikon edhe ka ndryshuar jetën. Ndonjëherë drejton na duan vetëm disa sekonda, domethënë vetëm për me qenë mbështetës. Që po thotë Ardianin, ndoshta nuk të merr shumë energji, nuk investohesh shumë, mirë po thjesht mbështetja, vëmendja. Për me ushtru muskujt e trupit, ndoshta ndonjëherë është edhe lehtë. Mirësh me një sport, i ushtron muskujt, po muskujt e trunit janë të kokës janë pak më të vështira. Qysh ka filluar ai transformimi për ty personal? Edhe momentet që e marr me rrjetet sociale ku ke thonë okay, tash unë po bëj këtë si punë, se e merr gjysmën e kohës çmume të hëndën. Në fakt, cilën pyetje me përgjigj po. Disiplina, kjo motivimi, çysh të vjen, domethënë se është shumë e rëndësishme me pas një shëndet mendor, me të vërtetë. Është thënë kryesor, janë 4 aspekte që janë të rëndësishëm, është mendësia, është ushqimi, janë ushtrimet edhe rikuperimi. Nëse njërin prej tyre e ki të keqe, tjerat kanë më automatikisht kanë më vujt për asoj që e ki. Se për shembull nëse ti ushtron edhe ushqesh mirë, nëse mendjen se ki mirë nuk flen mirë. Automatikisht Nëse nuk lodhesh mjaftueshëm, nuk zë gjumi rahat. Po edhe nëse nuk e ki kryt rahat, jo veç lodhja, po edhe nëse nuk e ki kryt rahat, se puna është që njëna mbështet tjetrën. Nëse ushtron mirë, kemi pas mendje më të mirë, nëse ki mendimet më pozitiv, kemi pas ushqimin, ki më shumë motivim me ushqy më shëndetshëm. E çtu është kryesore çto katra mi lidhse, nuk është veç sporti, janë sidomos mendja, se gjithë shkafi fillon mendje. Do thënë mendja shëndosh në trup të shëndon. Shëndosh, pikërisht. Çdo gjë fillon nga trupi. Edhe se, bravo, çdo gjë fillon nga truri edhe është pika kryesore që thëm duhet
me lexu, s'po them me lexu, nëse dikush nuk ka qef me lexu, që një dokumentacione ose merrni dikun informata qysh funksionon pak a shumë njeri, truni i njerit. Se është shumë interesant se njeri është një lloj krijese që shprehin e ka shumë në qef. Se krijon një lloj autostradë në tru që vjen shumë lehtë me shprehin dohani ose telefonin e nxirr të një udhkryq gjithë të njëjtën se e ke bosh shprehi pa ditë. Po diet. E për me prish atë shprehi i vyn trunit ka gjatë shumë energji, si duhesh çat autostradë me prish edhe me kriju një autostradë tjetër. Diçka tjetër. Për më të mirë. Për më të mirë. Nëse s'gaboj edhe shkenca thotë që 40 ditë duhet për me mundu që trunin me ndryshu prej një shprehie që e kemi. Mas pakti. Mas pakti, Mas po. pakti, se edhe pak Atëherë kjo është një Varet. luftë e brendshme e njeriut, edhe reflekton keq, reflekton. Në këto raste, nëse dikush të kërkon një këshill, për shembull, në këto 40 ditëshin ose 40 ditëshin, që mund të ketë lufta të brendshme për të ikur shprehis, si do e këshilloje? mirë me sport. Momenti që ka do i tension, dile hec. Dilet. Bën lëvizje. Mas pari kisha thonë me këshyr veten çfarë lloj shprehie, me analizu mirë kur, pse, qysh, tek. Pa filter, mi pa Me vetën. pa veten si një person tret, bravo. Si me pa veten pe anash edhe me këshyr pse pe bëj çto. Pse pe nxirë telefonin bashkë në çdo kryq, se më ka bëu shprehi. Pse kur e bëj çicen ja nisi me këshyr reelsa ose video, se edhe kjo është një shprehi shumë që e kom po njerëz zakonisht kur ungjen në kafe që mas pore e kopin telefonin dhe ja nisin me këshyr video. Se nuk janë rahat me najt vet. Po, bravo. A mendon që ka humbur kontakti tash ti i rije, tash sigurisht që ju jeni si gjenerat që jeni rritur me teknologjinë shumë dhe nuk e dini se si ishte dikur Kemi pas fat deri në po, shkollë të bravo. mesme. Na jena me thona e gjenerata e keni fundit. qenë të ndikuar deri diku. Por a kërkojnë të flasim kështu? Jo Kosova ose Maqedonia, jo shqiptarët, a kërkojnë gjermanët që të kthehet kontakti mes ju me njerëzit? Apo edhe ata e kanë të njëjtën mani S'është si që kemi interesant. edhe? Ata dhe janë ma të mbyllur, nuk kisha thonë. Nuk janë se na, ata janë ma vetjoka, s'janë qaç familjar si na në atë aspektin. S'kisha thonë gjerman, nuk kisha thonë përgjithësi që e thate na jena unë jam i lumtur që bilet si fëmijë e kom përjetu pa telefona, se më dhimen pak gjenerata e reja, se për ta është e pamundur me paramenu një javë pa telefon. Edhe për neve në ditën e sotit, po për ta s'ka shans hiç. Edhe për ta është një influencë shumë e keqe. Se qysh e tha ma herët në fillim, ma shumë polarizon negativi se pozitivi. Njerëz lakmojnë, shumë ma herët mënojnë më bëu diçka, kanë krahazime, mënojnë me arri, është fatale për rinin Megjithatë tonë. kjo është një iluzion, të cilët edhe ata content kreatorët ose ata që i krijojnë gjërat, bëjnë gjëra imagjinare ose gjëra luksoze dhe momenti që fiket ekrani ose fiket drita, derisa publikohet ajo, ai mund të ketë një jetë shumë të rëndosh, shumë të thjeshtë se ajo që e paraqet. Kur jemi pikërisht edhe të rrjetet sociale, unë pak du ta mundal se e kom pa në shumë video e ke shprehje edhe muzika. Edhe shkencërisht, unë kom studiuar muzikën edhe di që muzika mund me të shëru. Në raste të shqiptarëve, e kena qef me bo muzikë për drogën, për, nuk e di, prostitucionin, për antivlera. Kemi qef, do me thonë, me bisedu për antivlera. Qysh mendon se që kjo muzika ndikon të na, të shqiptar, të fëmijët të trit? Se të paktën për shembull nëse unë dëgjoj sot me moshën që e kam, të unë s'kam ndiku. A kupton, nuk ndikona prej teksteve, prej lifestyle-it që shitet për shembull, po për shembull të një moshatar shumë më i ri, kjo mundet me ndikue. Sa mendon që muzika të na është antivlerë? Njënë e pikëve kryesor që e marrin të poshtë në rinia jonë është muzika. Absolut. Se muzika i ka dy faseta. Varet çfarë muzike, mundet të qysh e them me shëru ose me të shtinu vetë këqia. Se nëse unë qëtash 24 orë ngoj muzikë, qysh me plaçkit një bank, ose po du me bo parë, ose këto hinë në tru, në vëmendje të fellë, s'po di ta shqip qysh me spjegu. Conscience, vëmendje, në vendije. është vëmendja që e kena kështu, po është në vendije. Edhe ato krejt fjallë t'hinë qatë, edhe nuk truni nuk ndallon për real, qaj e vëmendjen nuk ndallon për realitetit edhe qka me nën t'intru. Aja i merë që atu është frekuencë shumë e keqe edhe të shtin që atu lami, edhe ki qef me konë që ashtu. Si të mos e kom po
rinia në TikTok, se në TikTok në fakt e kom bojkotu deri sa kom postu video vetë, kërse kom post. Po kur e kom po që më shonë dikush edhe kur hi, unë nuk ja u kthej me qome, po hi e këshyri kush është e shën një 12 vjeqar me një thik në dorë, edhe ftyrën të mlut, me muzikën ton të hip-hopit. Ku shojnë, ku shiten komedit kushe, qka e këne edhe që aty e kom po që shumë ndikohen, sidomos rinia për kësoj muzike, se që shë shumë mirë, na nuk ndikohem, se na kena të ndrejtimin tu, nuk mundet me na, po është shumë shumë Këto janë informacione shumë të frikshme, të shqetësuese. Andaj ne shqetësohemi kur në Shqipëri që u vendosi që të mbyllet TikToku, po ishte me shumë të drejtë sepse pati disa krime në TikTok ku disa të rinj, adoleshent, filluan të kërcënohen me thika grupi mbas me zvete, edhe kishte disa raste, një 2-3 raste, mos gabojmë që përfunduan tragjikisht. Sepse pikërisht është kjo nënvedia e subkonscienca jon duke i dëgjuar këta këngët ose duke i idealizuar dika ata milionerët të cilët bëjnë gangbang si janë ata me fjalë të pista, edhe vjen momenti edhe ditën që ta përmenda një ditë këtu në konkretisht në Çarshin në Bitpazar, ku i pash 2 fëmijë 12 vjeçar që blinin thika flutur. E të mërshme prej personit që i shet, por edhe të tjerëve që kalojnë, edhe policët që kalojnë aty. Kjo është shumë e frikshme. Dhe ky u tregon se cila është më e mira dhe cila jo. Na duhet me kuptu çfarë natyre i kena njëherë, se për shembull në Gjermani mundën më shoh njerëz, po nuk shkojnë më vro. Shohin në internet edhe kanë okay, hajde që mundet me qunë polici. Na kena natyrën pak më eger. Nuk e di pse na vlen neve gjaku kështu. Na vlen se jena pak populli i shtypt gjithmonë. Na kanë kena në fellën DNA. E kena ato, do të me kuptu që do sene ma mirë shkon në ashta mi ndalu, si TikTokun, se aty aja platform qëtin, nëse hin live me dikon tjetër, mu kope dhe me bo performance ma të mirë që dojnë anë shqiptorët është mu shohë një me zvitit, për fatë keq. E që aty ndodhe, se unë për shembull nuk hi aty live kur, unë me dikon nuk jëm hi live me lujt aty kur deq tash, se e di që unë nuk kisha mujt me toleru me më shoh dikush ashtu fleqt. Nuk smëj, edhe e di vetin qysh jam edhe thëmë ma mirë si heq, se sa i nxirë vetit bela. Po të njëjtën këtë që e thua, gjërat të cilë kontenti që e kam parë edhe unë, janë turqit, arabët, shqiptarët, të cilët po e shfrytëzojnë për duele, për të kacafitur, për të shtyrë tjerët, për të nxitur Hudhni, Luana, Moana, nuk e di se çfarë janë këta kërkesat palite, ndërsa popujt të tjerë kanë parë të cilët po bëjnë sfida, njëri me piano, tjetri me saksofon. Dhe mundohen që të lidhin muzikën. Kanë nga ata të cilët krijojnë art. Pse ne si mentalitet e keq përdori. Nuk jam shumë aktiv. Do mos flasim shumë për kërkojndjes verbal, mos flasim shumë për negativitet, unë do doja ta pyes Ardianin, cilat janë mesazhet të mira që marrësh? A bën herë me ditë mendimin tonë? Jo, se ka të Jo, se po më intereson. Jo, veç desha me thonë që në TikTok nuk e përdori shumë shpesh, edhe vetëm me të live-a që në jetën tam kom hymi pa, është një djalë që bën content për gjeje cili flamur është, cili kontinent, domethënë sa më intereson gjeografia vdes, domethënë. Shumë mirë. Një vetë pozitiv që ata të interesojnë çfarë po. Se kështu as nuk më dalin këto, as nuk më dalin këta që bën, ama i kum pa, domethënë ka rastimi pa. Unë do të pyes kontent kur e bën, cilat janë mesazhet pozitive, më pozitive. Unë më nuna kontentin tem kur të bëj mas pore me bot gjithmonë që ashtu qysh është. S'kam qef për shembull me thonë. Po, ose me dol dikun ku është, me dol para një kjerë të mirë, ose edhe me prezentu. Mu kam qef me prezentu sa ma autentik, se me qatë autenticitet. Cila është skenografia jote që del, sepse unë kërkojndjes nuk i kam parë. Më shpesh. Dhe cila është skenografia ku del ti? Më shumë viewersa ke marrën me Ice Bath. Me Ice Bath, po, me challenge. Unë aty të kom në njoft, po. Ice Bath është që ishte challenge me akull? Jo. Ku futesh në litë qedri minus 10, 20, 30, 35 gradë dhe dush dhe më thonë me najtën për disa minuta, mirë po shumë shërus. Në akull. Po. Unë ja kom njës me kontent sportit, qysh më një bënë shpes, e di që shumica shqiptarëve kanë qef me di qysh më me po sport në kushte të pijak. Edhe ta e di kur kom thonë, 2025 po du me njës me një sfid shumë të zërshëm, për mu. Dhe më mas pare kom bo për veti, kom thonë 30 ditë për du me hinë ujtë ftoft, se nuk është qatë let me hinë ujtë ftoft ditë për ditë, se të merë energji shumë. Është e shëndetshme, nashta s'kësha thonë ditë për ditë, po të pak të në 3-4 herë një javë. Po në kom dosht me bo për veti, e që ato ju ka pëlqy njerëzve, se mendoj pika... Ti e ke bërë 30 ditë radhazi, ja? Po, gjdo ditë.
Çdo javë ka 1 minutë më gjatë. Domethënë javën e fundit se 5 javë kanë, javën e 5 i ka rënë janar 2025, jam kon 5 minuta. Edhe Shumë. po mësohet trupi, mësohet njëri, ama gjithmonë fillimi është e zëshme, po qa mendoj unë pse njerëzit e kanë përcjell kaq shumë, u konë se në fillim e kom deklaru edhe kom thonë nëse deklaraj që kom me botë rrë dhe ditë, Kanë me ndjek. Kam me ndjek se dojnë me po më e dojnë qëndrosh apo po jo? aju. Edhe Kureshtja e shqiptarit. edhe i nati jem ta. Edhe i nati u lidhen mirë. Të disha që taj me thonë publikisht. Në qësi raste me pas shumë i nati duhet. Është i nati mirë, Po, kjo është i nati pozitiv. mirë. Ka i nati keq e i nati mirë. Edhe po, që ajo kom krysuar edhe kom fitu shumë pisojna vetë. Edhe se gjithë mund e kom lidh një shprehje pozitiv. Çdo video kom thonë një shprehje Thanje, pozitiv. po. Ka një thënie pozitive, shumë e mirë. Qa të komunu gjithë atë me shvizu shikuesmërinë që me morë dhe diçka pozitiv për ty. Do të këshilluese. Kjo është gjëja më e bukur që mund ta bëjmë ne sot si shoqëri ose të gjithë ata si content kreator që quheni ose motivues të themi që të japim thënie të mira dhe jo që janë bujë të keqi. Po Pikërisht. me siguri edhe aty ka goje të liga që mund të shkruajnë diçka Normal. banale. Rofshin e qofshin, po, po, normal. shnat pa S'kemi që të bëjmë, po gjithmonë. kështu janë. Bytë gjithashtu shumë e rëndësishme që këto challenges apo edhe pikërisht Sfidat, po. sfidat, aktiviteti fizik është shumë e rëndësishme për shëndetin mendor. Unë mendoj që sporti shëron ankthin, depresionin, panikatakat, mirë po njëkohësisht është mirë edhe mu marrë edhe me psikolog. Po flasim për shumë sane pozitive, për një content që është shumë mirë rëndësishëm për përmbajtje shumë pozitive, edhe i ftoj të gjithë që po na shikojnë me pa sa më shumë sane, me pa anën pozitive të rrjeteve sociale, se për një me ekziston, ka dhe shqiptarë që mirën me gjëra të mira. Domethënë nuk ka vetëm shqiptarë që shahen edhe fyën për rrjete sociale. Unë po du pak me folë edhe pse jemi në minutat e fundit, rreshtet e fundit që ka ndodhur në Kosovë, ti ke qëllu këto. Edhe ke ndihmu shumë. A mundesh pak më na i përcjell se çysh ka qenë gjendja? Pikërisht edhe dje, përderisa ishim duke u marrë vesh për emisionin e gjithçka, ti ma dërgove një foto që ishte domethënë të e pastru një shtëpi e cila ishte e zhytur në ujë. Çysh ka qenë gjendja? Atë kërkoj edhe herë falje se s'më isha me ngu mirë se këne ishin S'ka familjarët, këne problem. më shumë me shtëpie, s'më isha S'ka çata të problem. dërgova. Qëre, mu më dhimin mas shumë të qata që kanë shumë pak. Se aty në ujtja ka morë gjallët. Na jena, tash asina ku me ditë kushi, po apet i kena mundësit, po, i kena mundësit apet mi ble senet, po, edhe tash nuk është tera parë, po është tera tretë nduke, që tash që po hin ujtë në shpi, se na i kena shpia drenë, na me mi gjallor aty. Edhe thëm, e kom dokumentu paka shumë, nuk e dija postoj atë video, se s'po kam qef me menu njerës, jo që më intereson shumë, po adin me thonë që po viktimizuat atë diçka, po kësha pas qef me po pak edhe shteti, se që du të me gjithë zgjidhja aty, se ka zgjidhja aty, se nëse e ndreqin shtratin e lumit aty, nuk mdullin këtu sene, se është, kur gjos është mi bleja pe që ato sene qka është psychikisht, se kur të shelluqin e ujt dhe ngu në shpeje, është në farlej ndjenje që edhe ta prish vullnetin, ta merr vullnetin. Unë jam njëri pozitiv tash, me me dalë në rrjete sociale me thonë, ku e pse, e qysh, e tek, edhe tjerë që ashtu menujnë, se ti e reflekton që ato, që ata munduna sa ma qysh edhe sa më pak ta abstrahojmë. Po, ma pozitiv, edhe në shumë pozitiv, qes na i muzik ma happy, diçka që mos më ndje njerës keq, se shumë i ka rrugë, si të mos të në Mitrovica aty. Do të thënë lumi Ibri ka dalë prej shtratit, Ibri Sinica, po, se të na ka bashkë dalë aty. prej shtratit dhe kanë bërë vërshime të shumta, të cilat ndodhen vërshime gjithandej, të cilat i pam edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, kishte vërshime bile, doja të them me pozitivitet këtë sepse filluan edhe gojdhënat e njerëzve, mendje të ndritura, të themi komplet Durrësi u shndrua me pamje nga Durrësi. Gadeti, sepse në fatkeqësi mundohen të gjejnë edhe anën komike, pozitive. Mirë, po ja që ekziston zgjidhje dhe duhet njëherë për gjithmonë pasi që pas ka ndodhur edhe në shumë ma përpara. Ka patur Valbona sepse këtu ne kemi diskutuar se është dora e njeriu që mundohet ta agravon nëna natyrë. Sepse gjitha mbeturina, mbetjet që i kemi ne që hudhim hekën edhe pemë ato që i shkullim, të cilët mbajnë një pikë që po du me cek, gjithësysh është që kjo për bardhugën që mbeturinat. Që i hedhim inertit, i hedhim në shtratë lumë. Kur gjosëm ka pengu ma shumë,
si sa përdogu ordën në për burrë tona, dhe më sa ujë qatë shumë s'm ka pengu Sa që ka ujë patur ujë bërdo. sa ordë, dhe më krejt se bile kom dasht sot me postu në video ku thëm, ku e ceko paka shumë, komplet natyrën aty se ujtë e ka pru. Edhe që aty është një fakt që më pengon shumë, se s'di, veç shumë me pas beturina kur farë ka. lloj edukate me qumë beturinat Gjumë. lëmë. Po. Okej, këtu në herë s'ka pas që e marrin beturinat i kanë zhduk, po në ditën e sotit gjithkon vini edhe i marrin. Gjithë Normal. shtratet e lumeve fatkeqësisht në të gjithë zonën tonë, gjithandej lart e poshtë kemi të stërmbushura Në me Vardarin e inerte, kemi, me beton, Vardarin, me ciment, rrallë herë shojmë ujën. Rrallë herë shojmë Gjithandej ujën kemi të kështu mbeturinave. fatkeqësisht dhe besoj një vetdije dhe uroj që edhe kompetentët edhe shteti, dorasit të cilët mundohen që shtretërit e lumenve të hedhin inerte, mbeturina të betonit ose dyer, dritare, Mobilje të komplet shtëpisë. renovimin e hedhin nëpër shtretër e lumit. Po, vërtet. Edhe pastaj kur agravon pastaj në natyrë, i pasojmë kështu. Do të me pas Jo dënime të unë nolta. që e bëj, po ti. Kështu që ne duhet jemi si vetdia që duhet i lajmërojmë gjithë këta Absolut. që bëjnë. Por ne si zakonisht si njerëz e i heshtim këta gjëra, edhe ama se s'ka lidhje, e kupton? Kur ishe krejt Larg çto meje është. negativitetet që ndodhin në Kosovë pikërisht, a ishe këti ndonjëherë me jetu në Kosovë? Po i qëllimi është ky smet më kthym të ardhmen, po se për shkak unë thëm, okay, shumë sene negative kena, po nëse janë nisu më kopër që aty në, s'ka më përmesu kur gjën këtë vena, du të më kopër senet pozitiv që i kena, vlerat e mira që i kena, vlerat familjar, vlerat mirëprica, shumë vlerat mira kena që edhe normal me natyrë jena shumë të lidh me kulturë, po nuk e kuptoj njerëz, e thëm edhe shpesh, më veç qysh bojnë abe, pasha që dritë, pasha që të mole, këtu nuk vinë pi korgjofit, këtu janë krejt pi respektit ndaj natyrës që i kena pi këtu në heshit. Edhe do të me kuptu që nëse i shumë veç senet negativ, kur s'kena me mujtë me përparu, mi po senet pozitiv më kopë që aty. Më pëlqen. Mas gjena në momentet e fundit të emisionit, mesazhe që dënë mi nda me të gjitha ata të rritë, të cilët ndoshta edhe po kalojnë ndonjë vështirësi. Aty kur jemi të ri mendojmë që është fundi i botës, kur e kemi një problem. Çka është ajo që duan mu kapën për një shpresë, për me përmirësu jetën e tëne edhe unë them kretë sense së shqisat mi aktivizu njëre për gjithmonë edhe me marë përsipër shëndetin tonë, Gëzuar të bëj. shëndetin mendor krejt. Kryesorja e shkon ditën e sotit masi janë shumica e lidh me internet me ndru. Nëse nuk mundin mu hek qaq let pi qëty në video që i konzumojnë të ditën me ndru algoritmin e videove që i këshyrin. Ndrohet edhe algoritmi ndrohet. Mundesh, po mundesh aty me bos, po më intereson edhe me hek këtu edhe me marrë sene informacione të mira. Për tjetër kisha thonë gjithë qysh, mu mirë me vetë vetën, se kur të mirësh me vetë vetën edhe kur del natyrë, që është pika tjetër, kemi gjetë shumë shpejt vetën të Zotin. Të krijesat e vërtet që na kalon Zoti për mu ndje mirë, që është natyra, që është familja, që janë çto sene që janë në jetën reale, jo në simulacion telefon. Ardian, unë të falenderoj shumë për ditën, për mundësinë, për rrugën që erdhe këtu dhe për këshillat gjitha të cilët i dhe për shikuesit tanë. Unë dëshiroj shumë suksese, jetë të gjatë Të gjitha shëndet të plot. stimulosh sa më shumë shpirtra të heshtur, të cilët kanë më dyshje dhe të jesh një udhërofyes shumë i mirë. Shumë faleminderit. Vazhdo me kontentin pozitiv, edhe unë jam e sigurt që ja vlen shumë, ja vlen mas pari personalisht për ty, po ja vlen edhe për krejt ata që e gjejnë një shpresë të kontente dhe të të personalisht. Shumë faleminderit, unë ju falenderoj juve për ftesën edhe për pozitivitetin, se për momentin edhe pritoj me shku në për intervista, se si jam pyetje qaq të mira kur shkoj, jam kënaqur me këtu pyetje që i keni përgatitur. Faleminderit Edhe për shumë. pozitivitetin, se ne paka shumë e kom përcjell qa bëni, edhe jam shumë i lumtur që më me konë sonë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që do shihemi ditën e hënë, të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Dhe mos harrojeni